Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Falenderimi i takon Allahut azza wa jalla, falenderojmë prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Salavatet ja shojnë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe këtë muslimanët që kanë pasuar e pasojnë dhe ndjekin rrugën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Poshtë jemi këtu te hadithi 9 ende, hadithi që vjen prej Abu Hurairës dhe për Abdurrahman ibn Sakhr që thashë ka pasur emrin, që tha se ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çka t'ju ndaloj prej një gjëje, largohuni prej saj. Nëse ju ndaloj prej një gjëje, largohuni prej saj. Nëse ju urdhëroj për një çështje, kryeni ato sa të mundeni. Janë shkatruar njerëz që kanë qenë para juve prej pyetjeve të shumta dhe mosmarrveshjeve dhe mospajtimeve me pejgamberët e zamanit të tyre. Ndërsa ishmi të folë ende diçka për Abu Hurairën, transmetuesin e hadithit, që na mos i zakat me folë për transmetuesin e hadithit nga pak. Dhe jena kaluar, folëm pak, edhe tash na ka mbetur edhe pak për me folë ato shumë pika të shkurta. Se veç për Abu Hurairën, këtë njeri të madh, këtë sahabi të ndritshëm, këtë sahabi që kur të kishësh me vjet ka nejt pak tek pejgamberi, se sa ka qenë gjallë pejgamberi ka nejt pak, por ka vao punë dhe nam sa që me nejt nashta me 10 vitet e tjera dikush nashta s'kishte mujt me i bë. E ka shumë për të folur për këtë njeri. Unë tash po e përmend një pak për Abu Huraira, si ka qenë njeri që shkoi interesuar për me thirrë në fe nonën e vet. Abu Huraira radiallahu anhu tregon Abu Huraira me një hadith që kanë zgjedhur Imam Muslimi dhe Imam Ahmedi dhe Imam Hakimi, që i thot një ditë për ditëve e Jezid ibn Abdurrahmanit, një për tabeinëve, i thot Abu Huraira radiallahu anhu, thot se pasha Zotin nuk ndëgjon për mu, ndonjë nuk dëgjon për mu një njeri, një mu'min, një besimtar, vetëm se ka më mdasht mu. Ai tabeini i tha, ka po thu o Abu Huraira, ka po thu ka të sigurt që si të një ndikush për ty ka me të dasht. Edhe vërtet si të njoni mu'min, me tiparët e mu'minit, si të dëgjon për Abu Hurairën e don me njëherë. Edhe pse s'ja ka po fotografinë e tij kur, nashta nuk ja den edhe shumë historikun e tij, se mos si t'ja deni tru historikun e tij e dan edhe më shumë. E ky i tha Abu Huraira, e çysh të pedentët ti ose çysh pedentën që njerëzit si të një ndikush për ty të dan. Abu Huraira tha, e kam bindje tha këto, për shkak se tha, unë e kisha një non, tha non e cila i bajsha davet, e thirsha në fe, i thëshë, hin islamu i nona jam, dhe ajo nuk hike. Vazhdimisht arrisha duke e thirë në feje. Se ata kanë qenë mushrikin, do e thirë në feje, leje shirkun, i dhujtarin, po hajde hin islam se pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam është pejgamberi vërtet. Edhe aty i tregu, mirë po tha i ditë për ditëve, po tregon Abu Huraira, tha një ditë për ditëve nona jam, jo që se pranoj, por e foli fjalë të rëndë për pejgamberin alayhis salam. E me fol fjalë të rëndë për pejgamberin sa më është e madhe. Na kena pas përmend atë në hutbë që kena fol për pejgamberin sa që me bë me fy pejgamberin sa më dolje për dinit krejt. Mi pa në fakt s'ka qenë din, është e rëndë me fjalë. Foli edhe u mërzet Abu Huraira. Shkoi tek pejgamberi sa më tha, oj dërgumi i Zotit tha. Jam të munu me shtiqit nonën tem, fejta po s'po dën që s'po dën. Tha foli fjalë të rëndë për ty oj dërgumi i Zotit. Këshiroj dërgumi i Zotit tha, ban për doa për nonën tem. Pejgamberi sa më shka i tha Allahumma hdi umma Abu Huraira. O Zot, udhëzoja nonën e Abu Hurairës. Veç i kaq. Kjo shenja e pejgamberllëkut Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Veç herë boni don, edhe shkoi Abu Huraira nis në shtëpi. Kur shkoi te shtëpia vet, që ishte me nonën e vet, pa da me qel derën, dera më shel. Edhe çka u bon, e shtynë, pa da me shty me qel, nuk qele dera. Kur i nin do shushurim atë ujit. Sikur nona vet i shkon të pastru. Se atëherë kur janë pastru, kur janë hinë dinin islam, edhe janë pastru. U pastru për shirkut e kufrit.
janë pastru. Sa kanë qenë se në idhujtarin nuk e kanë posë diçka tragjike nëse rrini pa pastër. Sikur që është edhe në krishterizëm. Ndërsa, kur i tha, i nike shushurimat e ujit, dhe i resa u vanu pak, kur e qeli derën, nona vet ish pastru, ish mvesh, ish mbështjell, edhe tha, dëshmoj se nuk ka zot tjetër përveç Allahut, dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij. E tha më njëherë, veç me një datë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E të gëzu Abu Huraira, se ishte interesuar që prindi vet me kon islam. E që kjo do të jetë mësim për neve, që për prindërit tonë që nuk i kena në islam, ose si kemë praktikues të dinit islam, të bëjmë çmos, këta që është e mundur prej neve, me mundu mi shtin dinin islam. Edhe në praktik të dinin islam. Atëherë, Ebu Huraira tha, të tregon këtij tabiinit, gëzimi ma tha Anisa me qajt edhe i heru ktheva shkova tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kur shkoj tek pejgamberi alaihi salam, i tha shoj dërgumi i Zotit, të përgëzoj se nona jam hyni në islam. Të përgëzoj se nona jam hyni në islam. Mi po Ebu Huraira ishte njëri zgjuar. E po që doja pejgamberit me njëheru pranu. Veç tha pejgamberi sa Zot uzoja nonën e Ebu Hurairas, kjo hale pa shumë shpeja e vishë zhuzu. Kur e po që shtë, tha Ebu Huraira, kur jetë e pejgamberi, e tash ishte me një qajtje gëzimi. Me qajtje gëzimin, herën e parë qajtje hidhrimi se kishte fy pejgamberin alayhis salam. Kënë herën e dytë qajtje gëzimi, edhe i tha ai dërgumi i Zotit. E po që i pranoi doja tha, lutë Zotin që kush ndëgjon për mua dhe nonën tëm let që më na dasht. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha Allahumma habbib ubaydaka hadha, yani Abu Huraira wa ummuhu ila ibadika almu'minin. Pejgamberi boni don. O Zot, bani të dashur tek besimtarët Ebu Hurairen, rubin këto, Ebu Hurairen dhe nonën e tij. Kjo është arsyeja që besimtari sinqert, që e dën fen për një dhe që e dën pejgamberin, dhe që e dën dinin islam, dhe që e din vlerën e sunetin përgjithësi, si të ndëgjon për Ebu Hurairen e dën. Së është mrekullia që Allah ja ka bën pejgamberit selam, çush ja dha në fillim çka ja dha? Ja tha që më herë si tha, o Zot, banja muslimane nonën e Ebu Hurairas, u bë muslimane më njëherë hala pa shumë shpejt. Edhe e dyta kur u kthy për të herë, tha bënë të dashur, bënë që me dasht, kush ndëgjon. Unë as që kam lexu fort, kushtimisht po tham, për ose pak kena lexu për nonën e Abu Hurairas. Për Abu Hurairin pak më shumë. Për nonën e Abu Hurairas shumë pak kena lexu. Por prapë kemi një dashuri për shkak se pejgamberi tha, banja të dashur. Edhe për Abu Hurairin, ka vëllezër musliman, edhe më të muslimanët të cilët shumë pak din për Ebu Hurairin. Bili mi thonë, Abdurrahman ibn Sakhr e ka në Ebu Huraira, një prej 30 anave që u kanë paramendu që i ka, nuk i din për kam poflitit. Po vetë që Ebu Huraira, prapë, do më thonë, e dojnë edhe pse nuk kanë shumë njohje për historikun e tij. Ndërsa, të regon Ibn Abdul Barri, Ebu Huraira kjo ka qenë njëri interesuar shumë për dije. Atë shumë i interesum sa që kërejt senet e tjera i kalon veç për me shku me zonë dije. Kërejt i kalon. Atë shumë kalon sene sa që ka njëherë ju ka terë fort barku i ti, ju ka terë për ushim, por s'ka shku me punu me morë bëk. Se ka desh mos me ik as një hadithi pejgamberit asëm. Atë shumë e ka ndjek sa që sahabit tjerë të mëdhaj, bashkështu se ka njek, sahabit të mëdhaj, për shkak ka shku një ka kry punët e familjes, ka shku tjetri ka bo një tregti, ka shku tjetri ka shit me ble, ose me shit ose me ble, ka pos tjetër sahabi që s'ka mujt gjithë me konë, por në herë ka shku vetë, herë ka shku një shërbëtorin e vetë. Herë ka shku vetë, herë shërbëtorin e vetë, me rëndësi me smik, ndërsa kë gjithë herë të kom, pejgamberi selam. Bili edhe kë Abu Huraira, edhe kur kishte ndaj nevojë pejgamberi, edhe nevojë familjare. I shkoj kë te kom, te dera, a ki nevojë nësen? Edhe rike që atë deri sa kishte, nëse kishte nevojë, ja thoi ke atë. Atë që ka qenë Abu Huraira, so që nështë sahabit më dhaj, atë shumë ka qenë i dhonë mas dijes, kë njëri Abu Huraira, radiallahu anhu, atë shumë i dhonë pas dijes, so që sahabit më dhaj, na i herë, ju kanë ngatru pak në isene, ka thonë pyt në Abu Hurairen.
Pyet në Ebu Hurajrën. Sa që Ibn Omeri ka pas thonë, Ebu Hurajra din edhe më shumë se në hadithe. Ibn Omeri që nitet në hadith, ka thonë, kjo din më shumë pyet në Ebu Hurajrën. Por ka i herë ka rastisje dhe sahabit të mëdhaj si Omeri. Omeri, më sahabi i madh. Omeri e ka pyet Ebu Hurajrën, shkatu për një hadith çështë. Uthmani, Aliu, Talha, Zubairi dhe sahabit të mëdhaj, që këta amna në historinë vetë ja din, vetëm se këta e kanë pyet Ebu Hurajrën për një hadith, për dije. Njëherë për herë për me kallëzu se sa ka qenë interesuar Ebu Hurajra, nuk shkoj më punu shumë, rike të kam pejgamberit asram. Po herë për herë e kapi shumë kjo far unë ja shumë, unë tu shumë, edhe dul në shesh. Që atë të Medines, shesh sa kun ja thesit, shesh. Edhe dul në shesh, pret ke kush po vjen me strategji të qysh më lyp një kafshot bokse, maraj. Kur ai të najt ato, tak erdh Ebu Bekri. Ebu Bekri tha, po kjo nuk kishte atë deb, më thonë që hajde, domethënë po du buk. Po Ebu Bekri e kam bënë pyetje, tha, që ky ajet tha, çfarë kuptimi ka? Pse ka zbrit? Tha Ebu Hurajra, unë i disha krejt. Tha, por mos më ma kuptë botën tem që vjen këtu me hongër, buk si janë pok. Edhe vjen Ebu Bekri ja ka thënë, tak, ja ka thënë, thotë ju pse se disha. Por e pyeta, s'ma kuptoj tha botën Ebu Bekri, heci, unë haleta që atë në shesh Medinës. Erdhi Omeri, e pyeta Omer, e ka një pyetje, çështë. S'ma kuptoj tha, mu përgjigj, edhe ato e disha tha. Tha mu përgjigj Omeri, shkaj, derisa kush e diti, kur erdhi ai treti pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam. E pejgamberi ka qenë njëri strateg. E ka vrejt njeriu sahabiun, e ka vrejt edhe në mimikat e fytyrës së tij, se diçka nuk është pas mirë. Edhe si e po, buzqeshi, tha pejgamberi alayhis salam. Si e po buzqeshi. Hajde tha me mu. E diti çka ka? Hajde tha me mu. Shkej te shtëpia vet, i tha bashortës vet aq sa, mos ka najsan, aq tha, një gru e ka punë do qumësht, e ka punë për hedije, dhurat. Se sadakon se ka pranuar pejgamberi. I ka punë si dhurat. Në rregull tha, Ebu Hurajra u gëzu Ebu Hurajra. Ka një par shishe, diçka, shish, kont, do harë që i kanë thonë knot, për me pi, u gëzova tha. Ebu Hurajra tha, shkën në xhami, i kanë thonë një grupit Ahli Sufa. Ahli Sufa njerëz që s'kan pos shtëpia, kanë bo hijret në Medinë, s'kan pos shtëpia, kanë aq ato. Ka rastis në janë kon 20-30 vet, ka 50 vet, ka 70, ka i herë ka arrit deri në 400 vet ankon. Edhe sa çka bëmi thotë Ahli Sufën krejt, banor të xhamis, që s'kan shtëpia, t'ju dhona ka pak. Sa qysh më thonë, jo, sa ishte pejgamberi i Zotit tha, mi po dukem shkova tha, mes vetë tha meta po kurxhane. Shkani ti hade se pjothir pejgamberi më lloçumbësht. Edhe kur erdhën sahabit tha Ebu Hurajra, ju drejtu tha, se vishani tru, para se më përfundu, edhe ju Ebu Hurajra, tha merr i jepi ti. Unë tash më dhon kur unë isha i pakti ato. Edhe tha Anisja, ti dhon me njëri tha, edhe kisha mos penal. Sel shejke tha derisa unë gëp. Hajde bac. Selam. Nuk el shejke. Edhe mallon ka ku i pari tha, ma kthej tha atë knotën me qumështa. Qumështa kishte apet. Ja dash dytit, ja dash tretit tha, unë gëpën Ahli Sufa krejt. Banorët e xhamis unë gëpën me qumështin tha krejt. Por tha mbeti shumë hale. Kjo mrekullia pejgamberit edhe ndonë që ka punë qumësht. Edhe halemeti me një knot, krejt ata njerë xhamis mu pitet në gupën. Që na të kohës tënë, na vesh një që pipi kejt. Ndërsa, kur ja dha, pejgamberi sa njeri i edukuar, nuk tha bëma ta shtëpion, ta në të mekë nëse pjeti. Petha ti, ta njën. Përsa preqisojnë a kënë zirë djetarët, ka thënë që aj që shërben me uj, aj peni fundit, ju para qirve. Ndërsa, pita tha dhone, po mu dhem se pejgamberi Zotit pika, e lash ta një trumongët ja kthej pejgamberi, që dha me pi, se me ndofta që mos nuk po del. Mi po tha ja lash, tha pi, e pita një tru. Dhe isa mi Allah ta pi, qështo dhe i resa, dikur ta, oj dërgë më zë, vëlloj, s'po më zënë borë kimo. Dhe i porë kej pakte Ebu Hurajra, që ta shta s'po më zënë borë kimo. Edhe tani ja lash pejgamberi, sa qashtu qysh ma dhanë fillim knatën me qumësht. Kjo ishte interesi i Ebu Hurajrës, radiallahu anhu, për dije. Për shoku i dijes, e la krejt Ebu Hurajra ka diçka për të folur për Ebu Hurajrën, që me hi pasaj në zbërtimin e hadithit, i thejmë inshallah e herën e arshme inshallah. Lusme Allah të na falë në mshirën, lusme Allah në zëgjën gjenet me pejgamberët, në takana kullu qawli hadha, astaghfirullah li wa lakum.